duke ishtë komentuar hadithet e sprovës, ka qenë njëri prej dietarëve të mëdhenj të muslimanëve, i cili ka lind në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po nuk e ka pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka qenë Shurejh ibn al-Harith, e njëjtë për Shurejh al-Qadi, ka ndruar jetë në vitin 80 të Hijrit. Ky njeri as i madh u kanë, sa që ka pas rast e ka gjikuar edhe sahabën. Nuk kon gjikac, ka pas një akt të gjikimit, proces, e ka gjikuar edhe sahabën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka njëri i madh, po se ka pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka qenë gjikac për gjikacëve të muslimanëve. Ka thënë, unë kur goditna me sprova e falenderoj Allahun 4 herë. E para e falenderoj Allahun xhelala që s'ka më e madhe. Ka shumë më e madhe më kon. Joni thot, sa mundet më e madhe se çikaç? S'ki ide ti. Apo nuk ki ide se s'ka mundet më kon më e madhe. S'ki ide. Ka thënë alayhi salatu wassalam, një të hyrë në xhenem. Një të hyrë në xhenem. Ti haron kësaj prova që ke pas. E Imam Shafiu ka thënë edhe më pak se kaq, një të hyrë në varr, ta haron natën e dhëndrijës. Veç me slul varr. Edhe vetë ku ta gjuajnë dhëjën, Allahu na lehtësoj të gjithëve. Ti haron këtë ta knaçia dhe këtë vështirësia. Apo ka thënë, i them Allahut elhamdulillah, s'ka më e madhe. Kaç. E dyta ka thënë, e falenderoj Allahun që më dha sabër. Nuk thash diçka që s'duhet. E katërta thot, e falenderoj Allahun xhellu ala që na ka mësuar me than inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ta Allahut jemi edhe ta i kena më kthie. Çi këtë fjalë ta ajetit, ta Allahut jemi edhe ta na kena më kthi, të ndëruar xhamatli veç ummeti Muhamedit alayhis salam e ka pas për vlerë. As pejgamber se kanë ditë. Se ka mësuar Allahu këtë fjalë. E pa ta mësuar Allahu se di. Andaj ai dini Jakubit kur i ka hup djali Jusufi. Çka ka thënë? Ja asafa o kuku për mua. Sabrun jamil, Allahul musta'an. Sabër i mirë, Allahu qoftë në ndihmë. Se ka thënë, ta Allahut jemi dhe ta Allahut kena më kthi. Thot Said ibn Musayyib, e ka veçuar Allahu ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur të goditet me thënë, ta Allahut jemi dhe te ai kena më kthi. Ka thënë e treta është kjo që e tham. Edhe e katërta them dhe kjo shumë e rëndësishme. Kur godit na tham elhamdulillah s'kan fe. S'm goditin fe. Ai sa njëri goditet në fe o vëzër? Apo tregum hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi kaloi paran një njeri të shku në luftën e Uhudit. Kaloi paran u dashke me kalu një baçe, por me kalu te një vend tjetër. E nat baçe i shkon baçe një kafirit. Ai kafiru ka një verbër. Edhe ai çka i tha, o Muhammed, mos gabon me kalu ka baçja. Edhe e mur do dhëta gjuje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pa vallahi me ditë se të rokin ftir të kisha rok në ftir, ama i verbër s'di. Edhe sahabët tham, i hekën shpatat mi bë hazër për këtë zotninën që që po thot. Apo edhe sa tha leje i verbër në sy, i verbër në zemër. Apo shiko, s'është problemi pas i verbër syt, për jam të verbrin e ka bo muezin. Apo verbrin e ka bo muezin të vetin, e kalon imam të vetin. Ama me bo mu vërru zemra. Sa njeri i ka syt po se she Zotin. Sa njeri i ka syt po se she Kur'anin, se she të vërtetën. Apo sa njeri ka pare, i ka dhënë Allahu shnet, i ka dhënë Allahu mundësi, po nuk e ndjek të vërtetën e Zotit xhelel xhelalu. Nuk i intereson për Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sa njeri ka shnet, e i ka dhënë Allahu kuvet, ai nuk e harxhon atë kuvet në farze, po e harxhon harame. Apo andaj çka tha Shurejhi, tha thom elhamdulillah, se roki fejen. Ka mujt me ta rok fejen. Çishë rok fejen? Ka tregu Ibn Jauzi, ka qenë muezin në Bagdad. Ka qenë muezin në Bagdad. Edhe ka hip me thirr ezanin. Në ditë dhe e shani komshike, në fqinje. Edhe kon grua heshme e bukur, edhe i ka rasinit e ajo, edhe u ka dashurue. I dashurumi ka than Ibn Taymija, sigur ati kalit kër janë në frenat. Ti i thue, habe se jetë a vazhdon, thot ja zvazhdon, po ti të rodhve që shqipane vëlla qështu, e ja thot ka me dekaj. Apo, mirë po jetë a vazhdon dhe batë dhe ma e mirë. Apo, a i shkoj të a i burri të baba i vetë, tha, a ma jep një këtë qikë të martoj. Ja thot i musliman, me në krishter. A i janisi me insistu, tha jo, ndroj e feja si dush. Shiko, goditja, kur gjë, fe. A i tha me mene, hajt ju baj politik, apo? Hajt ju baj politik. Tha, po ju tham që jam krishter, e masa ne unë e këthejra. Tha, tamam, pendroj fejen. Po bona krishter. Edhe ja dha. Edhe hinë natën e dhëndris. Edhe natën e dhëndris,
kanë dalë në balkon para se me hi dhëndër. Edhe po hajnë e po pinë. Edhe to angër e tupi ka me të molla në fit. Edhe kanë ndrujet. Thot Ibn Jauzi, fa ja hasrata, o kuku për ta, e kuku për neve. Që kjo goditje në fe, mbin mëezin, pin minare, në qafir. As atë nusën se ne ka prek, as gjenetin se ne ka prek. Andaj, shikosh ka thash urejhi, tha une kur godit në tham, elhamdulillah ja rab që s'ken fe. Elhamdulillah që ala musliman jam. Ani, ala je musliman, ala namazli, ala je agjerushëm, kjo këtë regullo. E sprovat vinë e shkojnë. Sprovat vinë e shkojnë. Kjo ka qenë prej traditës së kuptimit, prej traditës së muslimanëve në kuptimin e sprovave të Zotit te bareke ve teala. Tregon Aisha, hadithin që ka nxjerrë Imam Buhariu, thot pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë hadith, s'ka ndonjë goditje që e godet muslimanin vetëm se Allahu ja shlyn gjunat me atë goditje, qoftë edhe gjembat duke kalu rrugës. Qoftë edhe një therr që ti thu rastisht, s'ka rastisht. Rastisht për ti, te Allahu s'ka rasti. Thot pejgamberi edhe gjemba që e shpon, Allahu ja hek në gjuna. Apo ka do një gjuna ti s'ke bot tobe. As kujtohet me bot tobe. Allahu të vran dikun, apo ti thu pahiri. Po jo, se ke sinue, Allahu e ka sinue. E kini gjuna, s'do me dënu në akhirat. E alayhis salatu wasallam tha, e ai çka pështon këtë dunja e ndoshkon në akhirat. E tash njeriu duhet me zgjedh, lutem Allahun që Allahu na jep shëndet edhe në dunja edhe në akhirat. Gjithashtu prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në goditje e të sprovave, pejgamberi alayhis salatu wasallam në ditë për ditëve duke qenë në Mekë, ka qenë një familje robësh. E përmenëm argatët edhe mëditësit që kanë në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe prej tyre ka qenë familja Jasirit. Që ki Jasiri u konë rob, edhe nanën e ka pas, edhe gryn e ka pas robresh, edhe djalin e ka pas rob. Mirë po, këtë janë bo musliman. Janë konë hizmeqar të Ebu Gjehlit. Hizmeqar të Ebu Gjehlit. Kër janë bo musliman i ka lidh Ebu Gjehli. E ka nuni drut, tran të madh, i ka lidh me litar, edhe mit dis vapës i ka rrej. Edhe i ka thonë, mohon e fejnë e Muhammedi s.a.s. si do një me pështuë. Mohon e fejnë e Muhammedi s.a.s. si do një me pështuë. Apo, atëherë që ka ndodhë? Atëherë, pi nervozës të madhe, ka në transmitime se e kanë pështyje. Njani për e tëre, e ka pështyje. Sepse a i ka thonë, e ka cënu diçka me Muhammedin a.s. E ka ranu atë grujen. Apo, e ka ranu edhe ka përmend diçka që nuk i përket Muhamedit alayhis salatu wasalam, edhe ajo e ka pshtyje. Edhe kur e ka pshtyje, ati i ka hip kibrin në qiell. Edhe i ka marrë dishtiza dhe tut devja ka vendos në bark. Edhe i ka myt. Edhe ka myt veç djali. Edhe djali u kon më i ri, u kon më i dopt. Edhe i ka thonë, "A pshet babën anxha ti bana ti vrajta." Shaje Muhamedit alayhis salatu wasalam. Edhe ai ka duru, ka marrë Ebu Gjehli. E ka nxej një hekër. E ka nxej hekrin, që e thënë kam gjik. E ka nxej, edhe e ka lënë trup. Shaje Muhamedi s.a.s. edhe e ka hek. Shaje Muhamedi s.a.s. edhe e ka hek. Edhe ai mas disa të djegurave, s'në ka durue, ka thonë, shka me thanë? Shaje ka thonë. Edhe ai ka thonë, qish po thu ti? Ti të shahun po thonë, qish po thu ti? Ka thonë, jo, ti shaje. Ti shaje. Edhe e ka shaj. Edhe ka ardhë, te pëmësam, tu kaj, ka thonë, ja Rasulullah, shkova. Edhe ja ka kalëzur rastin. Ka thonë, jo, mësë mërzit, o Ammar. Ka thonë, ti se ki bo me vullnet, ka thonë, zemrën të shekije, ka thonë, zemrën e kam plot dashni për Allahu dhe pejgamberin alayhis salatu. Ka thonë, nëse bjetë prap qashtu, prap thuja qashtu. E kur ka kalu pra babës vetë dhe nanës vetë, u ka mërzit shumë. S'ka mujtë minimue, u ka një dobet, edhe veç i ka thonë, sabran ja ale Jasir. Ka thonë, sabër, oj familja Jasirit. I ka mytaj, midis rrugës. Ka thonë, sabër, o familja Jasirit. Ka thonë, se kena mu taku në ju në gjennet me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu. Kjo ka qenë tradita Muhammedi sallallahu alaihi sallam në ngushtrimin e sprovat të shokve të vetë. Gjithashtu, pejgamberi alaihi salatu sallam ka qenë prej traditës se kur është godit dikush në evlat, e ka përgëzue. Tregon Ebu Said al-Khudri, thot ka ardhur një gruaj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë, ja Rasulullah, burrat pi mëson ders, ligjërim, po neve grave kena me të pak anash. A ka mundësi me na e bëjë edhe neve në mezhlis për ders? Ka thonë pejgamberi po, mbledhnu edhe unë ju mbaj
ligjërim. Edhe u kam mbledh pejgamberi alayhi salatu wasalam me ta, edhe i ka ligjëru. Prej pjesëve të ligjërimit që ka ardhur në këtë hadith, i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka ndonjë gruaje, nuk ka ndonjë gruaje që e ka një evlat, ka ardhur transmetim, apo 2 evlat, apo 3 evlat, edhe i edukon, edhe i ban të moralshëm, edhe i ban musliman të mirë, apo edhe ato i vdesin, vetëm se bën mes pengesë mes tyre dhe zjarrit. Ata bën pengesë mes atyre grave dhe zjarrit Allahu te bareke ve teala. Domthon ka ardhur këtu shtesë te ai hadithi me edukue. Jo vetë se kanë nxjerrë në dunjë. Jo vetë se kanë nxjerrë, dush me punu me ta. E çish me punua? Jo vetë me apru haj edhe bie çet veshja unë ta. Jo, miru me ta. Edukoja ata, shkolloje si duhet. Formoje si duhet, nga se tash po shohim gjëra shumë çuditshme. Apo shpesh arket hadith, na e dim se këtë ju e dini. Apo e ka disa transmetime kush i ka 3 çika. Po kjo vlen edhe për djalin, sa për dije. Zakonisht thonë kush i edukon 3 çika apo 2 çika apo 1 çik. Kjo vlen edhe për djalin. Apo mirë po, më e keqja cila ku plot për njerëz mendojnë se vetë pse i ke bë këtë dunjë. Ti në këtë dunjë si ke bë ti. Apo ti nuk e ke bë. Ti vesh një sebeb i vogël. Shumë sebeb i vogël. Ajo më e rëndë cila është mi eduku. Tha alayhi salatu selam, nëse njëna pi juve i edukon, edhe ja merr Allahu xhelalu ala. Të reja merr çikën. E ban Allahu hijab, e ban perde me saj dhe xhenemi. Kjo ka qenë prej traditave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.